Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni sa më mirë. Nëse ju jeni duke përjetuar ankth të tipit obsesion, kompulsion, apo nëse jeni të panikuar dhe keni frikë se do prekeni nga një atak paniku, dhe ndiheni sikur mendja dhe trupi tuaj është në një burg shumë toksik, sepse mendimet dhe emocionet tuaja ju ndiheni sikur mendimet dhe emocionet tuaja janë marrë peng për shkak të mendimeve disfunksionale që ju bëjnë të vuani mendërisht, emocionalisht. Kam për ju një ushtrim shumë të thjeshtë që do t'ju ndihmoj të fokusoni tek momenti aktual dhe të shkëputni mendjen tuaj nga këto mendime. Quhet 5-4-3-2-1 ushtrim. Ushtrimi 5-4-3-2-1, pra mund ta praktikoni ose përdorni këtë ushtrim kurdo që ju mundeni, kudo që mund të jini, thjesht përpiquni që të fokusoheni në momentin aktual. Dhe përshkruani 5 gjëra që ju shikoni rreth jush. Prekni 4 gjëra, dëgjoni 3 gjëra që mundeni, ndjeni të paktën 2 gjëra dhe shihoni të paktën 1 gjë. Pra quhet 5-4-3-2-1. Edhe një herë. Shikoni 5 gjëra, prekni 4 gjëra, dëgjoni 3 gjëra, shihoni të paktën 2 gjëra dhe ndjeni 1 gjë, që mund të jetë emocion, mund të jetë çfarë do lloj gjëje. 5-4-3-2-1, dhe pse duket pak si nonsens, është shumë e thjeshtë dhe shpresoj që ju të ndjeni mirë dhe të paktën të arritni të shkëputni veten tuaj dhe mendimet tuaja nga ankthi, nga paniku e tjera. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, uroj që të mbështesni punën time, kur të mundeni, pëlqeni, shpërndani, komentoni në kanalet e mia. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi sërish shpejt. Mirupafshim.